Prokuroria Speciale e Kosovës sot ka ngritur aktakuzë ndaj Muharrem Ibraj nga fshati Osek Hil me dyshimin se ka kryer krime ndaj shqiptarëve në Gjakov. Zade Bajramaj kujton kur me 28 shkurt Muharrem Ibraj në fshatin Osek Hil i kishte vrarë burrin në obor. Ai ka thonë Muharremi, del ti për jashtë se ta bëj mazi. E na kasha po pështën qika jeme. Babi del për jashtë, se ja ka këtu i shpinën qika, ka qitë automat kësi vene ka kapë. Edhe orëgjuaj oran tokë, edhe këtu atë e kumë pas do djemëtarë se kunete i kanë morë 4-5, i kanë pështetë qëtu mas qëti zidit, edhe i kanë morë burën e motrës edhe djemëtarë se i kanë qunë sopë. Zadja thot se ngritja e aktakuzës është vënuar dhe dëshiron që Muharrem Ibraj të marrë dënimin e merituar për të gjitha krimet që ka bërë. Bëllë mua që 100 sa erdhen me folje me ase ku gjo s'pi bojnë. E këta tonë tëmë pimojnë pa ku gjo ata a i ka nën liri atje. Në informatën e prokurorisë citohet se hetimet kanë vërtetuar se i pandehuri gjatë periudhës 1998-1999 në fshatin Osek Hil të komunës së Gjakovës, duke vepruar në bashkëkryerje me pjesëtar të forcave policore serbe, ka kryer vrasje, dhunime, arrestime dhe keqtrajtime ndaj popullsisë civile shqiptare që nuk ishin të përfshirë në luftë.